Edicion pas edicioni duket se rregulli i famshëm i 100 ditëve në Big Brother VIP Albania është kthyer thjesht në një formalitet. Edhe ky sezon i 5 nuk do të bëj përjashtim pasi rrugtimi i banorëve do të zgjas përtej parashikimeve fillestare të formatit. Deri më tani kanë kaluar plot 82 ditë që nga nisja e spektaklit dhe numri i personazheve që vazhdojnë brenda garës mbetet tepër i lartë. Me 14 banor ende aktiv në lojë, llogarit janë të qarta. Është e pamundur që formati të mbyllet brenda standardit të 100 ditëve. Megjithse produksioni nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar dhe zarfi i kuq nuk ka mbritur ende në shtëpi, mediat bëjnë me dije se izolimi do të zgjatet sërish. Thuhet se rrugtimi të banorëve do t'i shtohen edhe rreth 30 ditë të tjera, duke e çuar sfidën e tyre në një tjetër nivel. Po kur do të shpallet fituesi i këtij edicioni? Sipas zërave të fundit, finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 5 synohet të mbahet në fund të muajit të ardhshëm, konkretisht pas datës 20 prill. Mbetet për tu parë se cili do të jetë vendimi përfundimtar i vëllait të madh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.